Shpesh kur kam organizuar biseda në studion e radios me njerëz të artit, të skenës kërcimit, të vallës, të koreografisë, siç ka qenë biseda me Vladimir Seitin apo me Aldo Nikën, krahas shumë artistëve, emri i Lulzim Hysit ka qenë i pranishëm në kujtimet dhe në vlerësimet e tyre. Tash që Lulzim Hysi nuk është më. Natyrisht një ndjenjë hidhërimi dhe rënqethje për të gjithë ata që e njohën e përshkoi opinionin shkodran, por jo vetëm. Miqt, shokët, të afërmit, njerëzit që e njohën, kujtojnë Lulzimin si një njeri që i dha shpirt skenës, vallës së tij, koreografisë që bëri me elegancën, burrin, kërcimin djaloshar, çdo gjë të bukur që përcillte në lëvizjet e tij dhe transmetonte në koreografitë që krijonte. Vetëm para pak ditësh, lajmin në rrjetet sociale e dha shoku i tij, Vladimir Seiti, dhe u përshkrua nga një hidhërim i mbar opinionit të atyre që e njohën, të atyre që e patën mik e shok, të atyre që e duar trokitën në skenë. Sot kanë ardhur në këtë in memoriam këtu në studion e Radio Shkodrës. Ishte një kërkesë e Ladit, shokut të tij, por një gatishmëri nga ana jon për të realizuar këtë program, i cili në një farë mënyre përpiqet të sjellë disa momente të bukura të jetës së Lulzim Hysit. Janë në studio së bashku me mua në këtë mëngjes shkodran, të njohurit e vallës në Shkodër. Miku dhe shoku i tij, Vladimir Seiti, zoti Skënder Cani, Flamur Hoxha dhe Dashamir Tuzi. Mirë se keni ardhur. Natyrisht një bisedë që lidhet me një trishtim të madh apo jo. Në një moshë të re, relativisht të re natyrisht, Lulzim Hysi ikën nga jeta. Çfarë ndjet kur e morët vesh këtë lajm? Meritën unë kam marrë gjithmonë kontakt me shokun tem. Ai para një muaj pak, po thuaj se nëpërmjet analizave i doli ishë më me keqe. Ju në strukturave dhe mendume se ja hodhi, por duket aty ka dërë një hemoragji e papritur dhe shumima. E një lajm që ju ka tronditur, unë e shoh në qenjën tuaj, në fytyrat tuaja, në atë çfarë ju përmblidhni tek vetvetja dhe tek që e transmetoni natyrisht në këtë studio, e cila zakonisht shpërndan mesazhe shumë entuziaste, ndërkohë që sot është paksa e topitur nga ky lajm, nga kjo jetë që ikën para kohë. Kush ishte Lulzim Hysi? Lulzim Hysi ka qenë një valltar i lindur dhe ndoshta mund dëftoj fije se si unë kam punuar në Zintelit, kam qenë koreograf me Po. Isha dhe shpinje për njerit më më. Zoti Skënder Cani është i njohur në skenën e vallës. Lulzim ka qenë një njohje kretë e rastësishme, po. Edhe ai këqete nërdosma, këtu ka qenë zanafile e fillimit i vogël shumë ishte, mos e mu thotë që amare, kisha shpinë pjonet më mrapa, por që
kur kam shku në shtëpi pioneri, do të thënë mas viteve 77-8 u bana 2 grupe, aty e mora, ishte në klasë 3 më duket, 67. 67. Por aty u duk talenti i tij qysh i vogël. Matë hof që ai jepte qoftë në fëmi, kuptohet, mos e mosha bon punë e vetë, atë e qohë në shtëpi kulturës, atë mos e ka qenë, po të thuj se Solisti. gati të njëshi për gjithë, për sidomos anën e malsist, dhe më thënë malsist madhe. Aty kur delte ishte edhe me trup të madhë, por pas diçka parasysh, kur merë, do t'i fusim në mjetë diçka. Po, Kur merë parasysh, jo vetëm unë, po dhe bashkoset e mi, këta janë ma të ri, kur më pojtohen mua ata vite, jo vetëm mua, po dhe po thue gjithë kësaj plejade, ka zënë se këtu është 0. Dhe më thënë, grupet e vallave janë vetëm në përdarsma edhe kur dalin në rrugë. në fakt ka qenë një periudhë jashtëzakonshme. Të gjithë ju keni qenë me atë shprehjen e popullore, më fal, keni qenë njësha, do të thosha, sepse secili spikaste herë në njërën vallë, herë në tjetrën, dhe spektatori ju ndiqte me një ëndje të madhe. Më vjen shumë mirë që kujtohet jo thjesht me nostalgji, por edhe me një lloj krenarie ajo kohë kur solistët e grupit të vallëve, kur aktivitetet kanë qenë të shumta dhe pretendimet kanë qenë tejet profesionale. Në mes tyre Lulzim Hysi. Deshta me folë edhe unë Po, për njerin. Radhë parë ngushëllime për familjen, për humbjen e një njeriu të dashtën. Ju falenderojmë edhe ju për ftesën që na bat, me shpreh dhimbjen që kena për atë mik të mirë. Unë për veti jam moshatar i Lulzimit, kena fillu bashkë në moshën 10 vjeçare në shtëpinë e Pionerit, ashtu siç tha Skënderi, pra 50 vjet bashkë, 50 vjet njohje. Lulzimi ishte i lindën, kishte shumë vlera. Ai ishte tipik djali shkodran, i humorit. Talenti i tij gjithmonë e rritje. Nëse Shqipënia ka një besim zekthi, Lulzimi ishte besim zekthi i dytë. Kishte një mall edhe për Shkodrën, megjithëse shumë vite i bani emigracion, 20 vjet, ai vazhdimisht vinte në Shkodër. Takimi i fundit ka qenë në Korrik, edhe kishte ardhur me ëndrrën që me rregullu ambientin që një ditë të kthehete këtu në ambientin e Shkodrës. Edhe njëherë ju falenderoj ju edhe ngushëllime për familjen. tiparet artistike të një artistit të tillë kanë qenë shumë të spikatura, apo jo, Ladi? Unë kam parë foto të shumta, por në hershmërinë time, ashtu si shumë spektator të Shkodrës dhe artëdashësisht, kam ndjekur aktivitete të shumta, kanë qenë aktivitete të shumta nga të cilat ju keni, si thuash, bashkëpunimin tuaj, kujtimet tuaja, realizimet tuaja, të vallëve të mrekullueshme, me ato veshje, me ato kërcime, me ato tipare karakteristike burrërore që t'jep vallja shqiptare, por edhe me nuancat e zbutura, aty me ato lëvizjet elegante. Nuk di çfarë mund të kujtoni më parë. Unë me Lulin njifem para shokëve të mi, jo si balltarën, por e kam pas në lagje që kam najt 2 vjet në Rusë, e 2 vjet më kam najt të dajo, një kursi që kam pas prind këtu.
Edhe në Rusë, kam tezën e kam pas gati përballë Lulit me shtëpi dhe aty jam njoft herët me Lulit, derisa unë kam shku pak ma vonë, më marrë me valla se e kam thënë disa herë. Po, e keni thënë edhe në intervistën. Nuk e pëlqesha. Pastaj nëpërmjet shoqënisë një ashtu kapa. Kur i hime punës, më thënë që hime të vallet, aktivitetet kanë kënë pa numër ta. Kanë kënë shumë. Plus, masi kalunen vitet, kry me ushtërin, ishte një vit që shku me po fuj se tanë ushtarë, në djept. Tanë për herë. Unë, Luli, Dashi, të edhe t'i përjeve ne. Dhe Flamuri, po. Barragami, Barkadia, tanë, i këtë grupi i vallave po fuj se tanë. Mu më lutër mas me shku. Ja, më du me shku, i këntanë, kishe i natë më nëjë vetëm. Po. Jo me ika, dhe mas e kur u këthyme, Luli shkoj i pari person prej bergjit tonë, që shkoj mos e bani kursin e parë 6 muaj orë në Tiranë, pjesë sa këthuj Luli më kam shkulla unë. Dhe aktivitetet i fillume edhe në konceptin e koreografisë. Pa u bam edhe koreograf. Luli me nërmarin e vetë, pa punu në bloja, të ponderia, të natë kosin, Luli ka pa pas maru industriale. Po. Unë isha në artistike, edhe fillu me kontributin në për nërmare, në për shkollat të lyqare, në për shkollat të mesme, unë kisha teknologjike, Luli kishte industriale, ku punote, ku aty mos na i gjeti dhe bashkëshortën e vetë, që krej familje. Të dhe të njëshin Luli, masi ba me një rrugë Turqijet, nësi kishim me ansam në Rozafa, Luli i ku mos na i pillaj shkollën e natë. Si pari koreografi Shkodër, si më hanë që... Pra shkolluar për koreografi. Po, mare koreografi, që në atë vit u hapë edhe dega e koreografisë, se nuk ishte. Ishin vetëm kurse në atë periudhë. Në atë vit më se u hapë dega dhe Luli shkoj i pari në atë. Çfarë solli në rritjen cilësore të veprimtarisë artistike të Lulzim Hysit, pikrisht ky shkollim, ky aktivitet? Momentalisht Luli, kur marrë shkollën, në atë kohë nuk ishte një koreograf po do të Shkodër, pra nuk mund të kishte akseset të tjera, po. Dhe e qulën në ikon Kuplik, si koreograf. Punu arsimtar. Kuplik ka punu si koreograf. Mësaj erdhi, mas 90, në 3 vite ka ndaj mas në koreograf i rrafit. Iku në Gjatagolli që kishim na koreograf, po. Edhe ndajt Luli, natë të ishme në iku në Itali, bani përpjekje me jetu atje, prej atje, u këthy dhe herë dhe shkoj në Amerikë. Gjithsesi është një periudhë. U stabilizu me gjithë familjen. Është një periudhë më falni. Është një periudhë konsiderueshme e kontributit që ka dhënë Lulzim Hysi në... Si e kam diskutuar me shokët. Na jena i vetëmi grup i vallave, pa hitë pjesë koreografike, jena i vetëmi grup i vallave që kena pas jetën më gjatë në art. Pra kena fillu të mirë firtë në 70-ën, pa llogarit të shpitet pioneri, dhe kena marru 90-ën kur marrë gjithë shka këtu. Edhe pak mas 90-ën. Që ka marru gjithë shka, pasaj ata ishin... 67-ën ka fillu aktivitetin sporadike. Deri në 90-ën, i thojnë 23 vjetë. 23 vjetë. Edhe përgatitja